problemi mes lëvizjes vetëvendosje dhe opozitës as nuk fillon, as nuk përfundon me emra të përveçëm, madje as me Albin Kurtin, për shkak se lëvizja vetëvendosje ka lindur si reaksion i frustimit dhe i keqpërdorimeve të mëdha që kishin bërë partitë tani opozitare, PDK dhe LDK, po edhe AK, në vitet pas shpalljes së pavarësisë, kur ata kishin bërë koalicione të ndryshme mes vete dhe kishin bërë keqpërdorime të mëdha me buxhetin e Kosovës, kishin bërë gabime të mëdha politike në raport me bisedime me Serbinë, duke filluar nga bisedimet e Vienës, kishin bërë lëshime të mëdha, kishin bërë edhe në disa pjesë të ndërrimit territorit të Kosovës, kishin planifikuar të hudhin në treg edhe çështjen e veriut të Kosovës, pra ajo që njihet si Mitrovica, dhe këto zhvillime normal një pjesë e madhe e rinisë e popullit, e intelektualëve, e mërgjimtarëve filloi ta përkromë të madhe vetëvendosjen, dhe ajo në vitin 2019, sidomos në vitin 2021, u rrit si parti politike, u zhvillua mjaft shumë dhe arriti edhe ta marrë pushtetin. Marrja e pushtetit për vetëvendosjen apo humbja e pushtetit për partitë opozitare nuk do të thoshte vetëm një humbje e privilegjeve personale si pushtetar, siç ndodh në gjithë vendet e botës, po do të thonte humbje e mundësive financiare, e keqpërdorimeve, e tendereve, e bizneseve të ndryshme, e mafias politike që ishte krijuar në Kosovë, dhe ata përpiqeshin me çdo mënyrë që ta rrëzonin Albin Kurtin, ta largonin nga pushteti sepse filloi të bëhej pengesë për ta. Kështu ndodhi në kohën e pandemisë, kur gjithë bota nuk e dinte se çka po ndodh me fatin e njerëzimit. Ata në mesin e pandemisë në vitin 2021 rrëzuan Albin Kurtin nga pushteti. Po kjo ndikoi negativisht për ta dhe pozitivisht për lëvizjet vetëvendosje. Ajo u përkrah edhe më shumë nga populli dhe arriti që me shumicë votash ta krijojë qeverinë e vetme. Them të drejtën, gjatë 4 viteve të pushtetit të lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministit Albin Kurti, duke pas parasysh edhe ato që i thash më lart, ka pasur një, ka pasur vështirësi që t'i realizoj të gjitha ato që i kishte premtuar Albin Kurti si kryeministër, qoftë në fushën e drejtësisë, në fushën e shëndetësisë, në fushën e energjetikës, në fushën e arsimit e tjera, për shkak se ish regjimet e kaluara kishin bërë aq shkelje të mëdha, aq vjedhje, aq keqpërdorime, saqë Kosova thuaja s'kishte rënë për to. Është e vërtetë edhe kjo ta them se lëvizja vetëvendosja duke mos pasur pushtet më herët, ndoshta nuk ka ditur, nuk ka arritur që të marrë masa të duhura në çështjen e drejtësisë dhe në fusha tjera që i thash, dhe kjo mund të jetë edhe për pasojë si neglizhencë e tyre apo për shkak të mosdijes, por megjithatë, ajo që Albin Kurti ka arritur ta bëjë në veriun e Kosovës, në Mitrovicë, zhvillimet politike atje që kanë ndodhur, e kanë bërë Albin Kurti një figurë të madhe kombëtare dhe një figurë të dashur për opinionin shqiptar, jo vetëm në kufijtë e Kosovës, por edhe në Shqipëri dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë kudo në botë.